Janë ato njësit elite të gardës revolucionare, të cilat janë të vendosura jashtë vendit, dhe që operojnë, kryejnë operacione speciale të kalibrit lartë. Tash mundësia që njësit elite të gardës revolucionare, për shembull që kanë bazën në Budapest, kanë Rom, kanë kudo, të futen në Shqipëri është pak problem, sepse ata njerëz, megjithatë, ekzistojnë lloj ombrella që i monitorojnë, është problem. Përderisa këto grupe të tjera, që janë shumëtën e kohës, janë lokale, mund vini i huaj, që ti dirigjoj, po sot s'ka nevojë dhe të vija, i bëjat me TikTok, ajo punë, bëhet me Telegram, shumëtën e rasteve. Si funksionon kjo me Telegram? Shumëtën e rasteve komunikimit bën në Telegram, se Telegrami është platformë ruse, edhe nuk ka qasje shërbimet perëndimore, nuk kanë qasje aty në algoritmin bazë të kësaj platforme, dhe shumica e koordinimit ka që e bëjnë nëpërmjet Telegramit. Ajo është platformë ruse, është kriju për atë gjë. Për të dhënë këtë lloj efekti. Zoti Gaba? Ne kemi marrë anë, siç tha Albatrosi, si shoqëri besoj kur antarësuam në NATO, kur morëm vendimin sovran për të pritur opozitin iranian, duke i zgjidhur një problem atyre vetë, Irakut edhe njëkohësisht më e rëndësishme Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe institucionalisht ne kemi marrë përsipër këtë lloj rreziku qysh në momentin që kemi dhënë kontributin tonë. Jetë mullarin për të lidhur, siç referuar fjalën e zotit të Rexhit. Në çdo lloj aleance ti duhet t'japësh diçka mbrapsht. Ne nuk kemi fuqinë ushtarake për të kontribuar në NATO, kemi fuqinë për të bërë gestin ton simbolik, megjithatë kërcënimi ekziston sepse vatrat e nxehta të luftës kërkojnë pjesët që quhen soft underbelly. Ato pjesët e buta ku mund të depërtojmë përmes sulmeve, dhe ata në këtë moment në luftën asimetrike që po kryejnë, po kërkojnë të shënjestrojnë Amerikan për të krijuar luftë, për të krijuar zotit Trump kosto politike, dhe në qoftë se ne jemi të kërcënuar në këtë moment sipas asaj këqyrjes që bën të gjitha pjesëtarët e panelit, ky kërcënim në Europë për shembull është bërë më i prekshëm sepse në Paris është demontuar një përpjekje për të goditur bankën amerikane, për të bërë një bombardim mbi të nga elementi iranian, kështu që rreziku është prezent dhe ne kemi mënyrat tona për të përgjigjur, sepse kjo është një këmbën alarmi nga Ambasada e Shtetit Bashkuara, pra nga institucionet më të larta të Shtetit Bashkuara përkthehet, por duhet të kemi një përgjigje nga institucionet më të larta të Shqipërisë. Ne pas vendimit që morëm për ta shpallur Iranin, organizat shtet që sponsorizon terrorizmin, duhet që të kishim vepruar në këtë konflikt të nxehtë edhe me një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Sigurisë, sepse ishte domosdoshme që politika shqiptare të flasë me një gjuhë në këtë rast, të jetë e koordinuar dhe të përçojë mesazhe sigurie tek qytetarët, sepse në këtë moment është e lehtë që në klimën e pasigurisë përgjithshme në cilën ndodhet bota, një mesazh i tillë të krijojë një emocion tek qytetarët, dhe pa dashur që të kthehet në një përpjekje për një ortek frike në përgjithësi në Shqipëri e mëtej në rajon, duhet që institucionet në raste të tilla krize të flasin me shpejtësi dhe vendosmëri, sepse ne morëm palë në këtë luftë kur u renditëm si shteti i katërt në botë që e ka sankcionuar Iranin si sponsor të terrorizmit. Europa ka bërë një sankcionim vetëm ndaj gardës revolucionarëve. Po, mos morëm më shumë se sa duhet edhe nuk e bëm në mënyrën më të mirë të mundshme? Kam përshtypjen që ka qenë një zell i tepruar, sepse do mjaftonte më vetëm sankcionimi i gardës, por kjo është një kosto që tashmë ne morëm. Pati dhe për te mënyrës se si u imponua, mënyra u imponua ndaj parlamentit me mujshari, sepse zoti Rama tha që ne do të bëjmë këtë, do të marrim këtë vendim të dielën apo të shtunën, të martën mblodhi në mënyrë urgjente parlamentin dhe ja diktoi dhe një farë mënyrë dhe palës tjetër, duke mos i bërë palë në debat politik, pra duke mos përdorur gjitha kanalet që ky vendim i mbështetur pastaj edhe nga zoti Berisha, që doli me një komunikat në Facebook që bënte një sankcionim paralel, po që ka një
valencë simbolike, por jo plotësisht institucionale, duhet që të ishte më e koordinuar, sepse këto momente nuk kanë vend për hapësira të përfitimit të vogël politik, por janë vendime që duhet të gjejnë një përfshirje sa më të gjerë të klasës politike, sepse ata janë përfaqësuesit tanë. Ata kanë autoritetin, jo vetëm që të na mbrojnë, po dhe të na fusin në qorsokake kur nuk konsultojnë mirë me të gjithë bazën shoqërore. Ka pas nevojë më konsultua ty? Po konsultojnë. Ka pas nevojë, kjo është vendimi i drejtë për me bë. Një gjë ta kemi të qartë. Siguria sot bëhet kryeministri Rama i ka në hatë proceset, dhe këto duhet me thonë. Bota është duke shku, më falni për shpreje, për lesh. E kemi marrë atë vendim, zotë, sot jemi në përvjetorin e 17 si me të falë NATO. Sot po flitet kur dhe NATO mund të shkatërrohet. Edhe vendimarja jonë ka ishën gjithmonë koherente. Sot, për shembull, presidenti Trump ka kërcënu që unë mund të rriqem nga NATO dhe është kërcënimi mas serios dhe herë, sepse ka dal edhe Rubio, viç pak, let ta kryj menimin, rregull, se nëse jemi të thonë njëjtë të ngjon, ta themi me meran. Edhe Rubio ka dal, i ka dhënë jehon që Rubio është një njeri që konsiderohet konservativ, tradicional, që nuk bëj eksperimente. Që me daljen e Rubios, ku ai thotë që ne kemi problem serioz me aleatët tonë evropianë dhe duhet ta rishikojmë raportin, kjo është një gjë shumë serioze. Tash, nëse vjen deri te prishja e raporteve Washingtonit me Evropën, sigurinë e shtetit shqiptar dhe të shqiptarëve në përgjithësi në Ballkan është vetëm Amerika që mundet me garantu. Jemi 100% edhe tash nuk ka këtu hapësirë me menu shtu shumë. Dhe nëse duhet me dalë me shpall Iranin shtet sponsor terrorizmit përderisa shtetet tjera menohen, sobit, e bëjmë. Ajo shënohet plus atje. Shënohet plus. Nuk ka në Shqipëri, që është çudia e krejt Ballkanit. Ne jemi 90% pro Shtetet Bashkuara, 90% pro integrimit në Bashkimin Evropian. Këtu ka një konsensus shoqëror shumë të lartë për këtë. Por vendimarrja, tu bën vendimet merren brenda ditës. Zoti Rexha, nuk është kishte hapësirë për të diskutuar dhe negociuar edhe tekstet që miratojnë, apo jo? Nuk mund të imponohesh me mujshari përsëris të njëjtën fjalë, sepse e bën të polarizuar vendimarrjen. Edhe zoti Rama është kryeministri i radhës i Shqipërisë, sepse ka pasë do të ketë të tjerë që kanë marrë po kaq vendime të rëndësishme për sa i përket renditjes sonë, nuk është ai që po na zbulon Amerikën. Në datë shakon nevoja të më polarizu. Zotëria ka vendosur se ka bota ashtu në këtë kuptim më ndershme do ishte për Berishën, që do ndershme ishte për Berishën që aty me dhanë për krajen e pastaj jashtë më vonë mu marrë me procedurën, se sa me dalë me bën një sankcionim simbolik. Nëse qëllimi ka qenë me dëmtu Ramën, aja ka fuqizu Ramën. Me këtë veprime ka fuqizu Ramën. Nuk ka qenë me dhënë mesazhin e unitetit kombëtar, po thjesht me godit opozitën. Po kjo është janë me Iranin. Të shitim kjo dhe mund t'jetë fare mundshme që ai ka dashur me nxjerr Berishën keq. Kjo ka rënë në kursin e tij. Po kjo atëherë nëse Rama ka këtë qëllim dhe përdor edhe një çështje kaq sensitive. Se Berisha nuk mund ta përdorë një gjë? Po tani pyetja që ka unë ty që Berisha është pro-iranian. Në fund në DC nëse ti pranon që Edi Rama llogaritet, kush ishte i pranishëm dhe kush jo, kjo jo më ka memorie, kush ka memorie në peshku le ta mbajmë. Ama nëse do të futemi këtë memoria, ne kemi njëri që sot sot e kemi who was present, who voted favor, who was against, dhe kush filtron me kinën. Edhe kjo është për trush plarët. Po jo, po kështu, ka që thjesht është. Pra, kjo është për trush plarët që s'kan memorie. Nëse na menojmë që trush plarë dhe s'ke memorie. Unë po them edhe herë, koha është që nuk është se kishte një deadline për Shqipërinë që tha, o votojeni sot, ose ju jeni kundërshtarët tanë. Nuk kishte ne gjë. Kjo u përdor, siç u përdor rasti i ftesës që erdhi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të qenë pjesë e bordit paqes, të cilën unë s'kam asgjë kundër, por u përdor për qëllime politike dhe jo për të dhënë vullnetin real të shqiptarëve që ne s'kemi asgjë. Dhe unë s'besoj që ka as këtë liberët udhëheqin. E shohur situata të tilla udhëhiqet, por nuk e përdorin ato të tilla udhëhiqet. Kur udhëhiqet e përdorin për politikë të brendshme. Kush me mua, është me mua. Zoti Rexha, me ndeshmëri, ju mund të më thoni që ka në Shqipëri një politikan
nga partia më e vogël të më e madhe që do të qëndronte në kundërshti edhe me qëndrimet e Shtetit Bashkuar. Në Shqipëri mua si gjon nuk më habit çka lexoj, më shka njerëz që flasin e bëhen. Po, asnjë gjë nuk më habit. Nuk asnjë gjë nuk më habit. Tani po jo me faktin që s'ka nejt më bën të dyshoj. Jo, pra jo. Mos me faktin që s'ka nejt më ka bën të dyshoj. Ti mund dyshoj, ti dyshon për qëllimin e Berishës, por nuk dyshon për qëllimin e Ramës. Jo, në këtë rast qëllimi i Ramës. Ti bën një qëllimi dhe kundërshton qëllimin tjetër pastaj. Qëllimi i Ramës është transparent. Jo, është transparent. Qëllimi i Ramës është për ta përdorur atë për çështje politike. Dhe ti e përdor që kur e përdor Rama për politikë është interes kombëtar, dhe kur e kundërshton Berishën atë cënon interesin kombëtar. Kjo është hipokrizi. Kjo është farkatar, ajo është politikan. Kjo është hipokrizi. Kjo është hipokrizi analitike. Për çështje politike. Unë nuk po them që Rama nuk është profesor i etikës. Ti po thua që pse ai profesor i filozofisë. Ai është me Iran. Ai është kryeministër politikan. Jo. Mund të jetë sinik. Ai është politikan është shërbetan pastaj. Hipokrit, atë për të qenë votuesi. Ndaj mendin. Është udhëheqës në këtë moment, ose është politikan bilek. Qofse unë tenton që ai është pozicioni, atëherë pranoj këtë gjë. Ose jeni me mua. Ai zotëria tha, jam me ty. Kur doli jashtë ndroi mene. Tha, po jam me ty, po interesi kombëtar. Jo, interesi kombëtar nuk është ky. Është interesi personal i Ramës. Po fakti, nëse ti thua politiki i tij. Nëse ti thua që interesi personal i Ramës është interesi kombëtar, unë nuk pajtohem. Jo, nuk pajtohem. Ti mund jo pajtohem. Jo, mos del zgjedhja dhe me përgjigje. Vajte se bëjmë debat tjetër për temën. Ka një moment janë të vjedhura edhe zgjedhjet. Po, vjedhur, ai keni bën tjetër. Nuk intereson fare mua. Po ti ka ardhur nga Kosova me mbrojt demokracinë e Tiranës mbrojë, vetëm të lutem. Kur bie, jo ka ardhur pra. Do të mbrojt nga Tirana apo nga Kosova, sepse Kosova ka hisë Shqipëni që prej 150 vjet. Që prej kohës së buletinit Kosova ka hisë Shqipëri. Nëse ti don me bëu ashtu. Absolutisht hiç, ha. Ta ke shortat më vet. Që prej, nëse tjerë po prej buletinit e këndej Kosova ka hisë Shqipëni. Ja, shiqyr që erdhë ti na e the. Kanë qenë xhanarë i buletinit. Që kanë mbrojt Republikën e mbrojtë Bashkimi Kombëtar. Tu i bashkuar, tu i shërbyen Tiranës, po i mbrojtë interesi kombëtar. Po jo më për Iroviç ka folur për ndarjen. Iroviç ka ndalë për pavarësi, ka dalë për ndarjen e Kosovës shumë. Nuk mund të vish ti na tregosh neve se ky e ruan interesi kombëtar. Po jo s'ma tregon dot mua. Ja tregon e njëri që ta pranon po mua jo. Jo më zotri. Jo më jo. Po jo për pranon ti e bë fakt kryer thash. Do të flasim si njerëz që njohim te Kosova, ai fjalë të mëdha folë më burr. Mund të kisha ardhur nga Mirdita. Mund ka ardhur nga Mirdita më qetësoj. Për mua si Kosova si Mirdita njësoj janë toka shqiptare janë. Ja, po tash mos e zbut tash, mos e zbut. Do të thonë mirë, maise ti. Maise ti, ndarjen kombëtare, maise ti. Maise për çarjen. Maise për çarjen. Pra maise për çarjen. Thuaj që kjo ishte ndarje etnike. Po pra, Jo pra jo. Thashë ti ka ardhur nga Kosova, vjen nga Kosova dhe thuaj Tirana është kur interesi e Tiranës, jo, pra jo, interesi e Tiranës nuk mund të jetë interesi kombëtar, këtë po them. Jo zotri, jo, po them edhe. Interesi e Tiranës nuk është interesi kombëtar. Këtë po them unë. Ti thua është e kundërta, mbroje. Mbroje, çfarë them? Ka një gjë, nëse kemi kujtes kur bëheshin mbledhjet e para në cilat Shqipëria merrte pjesë të NATO-s, kishte një përfaqësim shumë partijak në këto takime, sepse kishte një konsensus që duket sikur ne kemi shumë vështirë për ta gjetur tashmë, sepse polarizimi që ka ndodhur dhe ndihet edhe në studio është diçka që prodhon edhe një qëndrim i tepruar në pushtet, me çdo lloj mjeti, pëlqen apo si pëlqen zoti Trexhaj. Për sa i përket interesit kombëtar, me dhunë jo. Ama me dhunë jo. Pra t'ia kishit thënë zotit Rama 21 janar mirë do ishte. Kurse për sa i përket interesit, jo, për sa i përket interesit kombëtar, Rama nuk i ka vrarë njerëzit me 21 janar, kam qenë Tirana. Zoti Rama nuk i ka vrarë njerëzit. Zoti Rama i ftoi ata aty dhe ata që i duan të vrasësh. Shumë çia mund të ketë Tirana, po me vrarë njerëz nuk vret. Ta kemi qartë. Zoti Rama Isuli për blokun e Ilir Metës, me Ilir Metën bërë koalicion që. Tani, zoti Rama është në një pozicion shumë vështirë, Andrea, sepse është duke luajtur në disa... Me të mbaruar Iranin duke bërë disa pirueta se në një anë është me SHBN-a, një tjetër është me Kinën, sepse ka filluar flirton për treguar që ne kemi dhe alternativat tjera dhe këtë nuk na ka marrë as pëlqim, as mendim, as ne, as partiz vetë, sepse kështu bëjnë autokratët.
bën flirte me Vučić duke tejkaluar çdo lloj limiti dhe si shqiptar dhe si përfaqësuesi I një vendi që ka ambicie për të integruar në Bashkimin Evropian, por thot do futemi unë dhe si vllau im Vučić që sapo mbyti dhe një palë zgjedhje tani në Serbi dhe u bëtande me të për të lënë primaria aty në ditët e tij më të vështirë. Dhe ky zoti Rama që përveç se nuk mendon për interesin e Shqipërisë në këtë rast, mendon vetëm për interesin e tij politik. Vetëm interesin politik. Dhe një koment nga Redion Qirazi, eksperti i çështjeve të sigurisë sa I takon zhvillimet fundit. Zoti Qirazi, mirëmbrëma, faleminderit që ne bashkuar në Off the Record në A2 CNN. Sa rrezikojmë zoti Qirazi? Nisur edhe nga njoftimi I fundit. Si e keni lexuar ju këtë paralajmërim të Shteteve të Bashkuara? Unë mendoj që duhet ndarë disa gjëra. Pikë pari mendoj që institucionet tona janë ato që duhet ta marrin më seriozisht. Nuk mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bënin një lajmërim të tillë thjesht për përhapur panik. Mendoj se diçka qëndron. Ka një problem me mikrofonin e zotit Qirazi, lutem njoftoni dhe na njoftoni sapo ai të jetë gati për të vazhduar lidhjen e drejt për drejt. Zoti Koka, mos u lidh. Okej, kemi një Okej, sapo të jetë gati, lutem më njoftoni sërish. Gati, zoti Qirazi, më dëgjoni? Besoj se po. Po. Nga ana ime të paktën. Ishim tek leximi që I bën juve njoftimit të Shteteve të Bashkuara dhe faktit se mund të kenë qenë indicie të caktuara për dalë në këtë konkluzion. Po, pikë pari mendoj që kjo duhet marrë seriozisht, duke filluar nga institucionet tona të sigurisë. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e shprehin një lloj alarmi të tillë kot për të përhapur panik, por sepse diçka qëndron brapa saj. Prandaj ndoshta është edhe vendi që institucionet e sigurisë tona të jenë më aktive, por të mbajnë edhe qytetarët informuar në mënyrë që të mos ketë panik të panevojshëm në ditën e vijim. Për sa I përket pasaj matjes së nivelit të kërcënimit, ishte e pritshme që pas sulmit 28 shkurtit, që një nga pjesë e strategjisë të luftës asimetrike të Iranit është edhe aktivizimi I celulave hibride apo celulave terroriste. Më konkretisht ato që bëhet fjalë për Europën, të paktën janë ato që quhen qeliza të fjetura, sleeper cells, pra agent apo bashkëpunëtor të regjimit iranian apo të gardës revolucionare, të cilët marrin mesazhin e aktivizmit. Më konkretisht, ka patur në datën 9 mars, në 9 mars, ka patur interceptim të sinjaleve të radios në vendet e Europës perëndimore, flasim këtu Belgjik, Holland dhe Gjermani, dhe agjencitë e sigurisë vurën re një shkëputje të sinjalit në komunikimin e zakonshëm. Ajo që vurën re ishte një mesazh I koduar, I cili ishte I pamundur të enkriptohej, të dekriptohej ndjes. Dhe kjo është interpretuar për herë të parë si ndoshta një sinjal që I jepte regjimi iranian celulave të ndryshme terroriste. Më pas kemi parë edhe një sër sulmesh konkrete. Për shembull në datën 9 mars kemi parë një objekt që digjet në Lizh, në hyrje të një sinagoge. Në datën 11 mars përsëri kemi një grup brenda Greqisë I cili mori përgjegjësinë për shprehjen e një gjuhë urrëtie dhe antisemite përsëri afër një sinagoge. Në 13 mars 5 njerëz arrestohen në Rotterdam për një sulm ndaj një sinagoge. Në datën 16 mars përsëri kemi një shpërthim në Amsterdam afër një shkolle hebreje dhe në Londër 4 ambulanca u vunë në flak po jashtë një sinagoge gjatë një proteste 23 mars. Të gjitha këto ndonë se jo domosdoshmërisë dhe jo drejtpërdrajti të lidhura me incidente terroriste me përjashtim të njërit në Oslo, që në zgabohem për datën, nëse e gjej gabim ndjes, ju kërkoj ndjes, por ka qenë në zgabohem në 12 mars, ai ka qenë I vetmi incident terroristi I regjistruar. Të tjerat kanë qenë më shumë të lidhura me gjuhën e urrëties dhe përhapjes së përçarjes ndërfetare dhe ndëretnike, që sigurisht janë hapat e para të sulmeve të ndryshme terroriste. Sa I përket sulmeve të terroriste ndaj Shqipërisë, mendoj që probabiliteti është më I lartë se sa ajo që u diskutua shumë ditë më përpara në Shqipëri për goditjet me armë të drejtpërdrejta. Pasi sulmet terroriste lejojnë atë që quhet
mohueshmëri e mundshme, që në kupton atribuimi bëhet tepër i vështirë për qeverinë. Dhe është gjithmonë e mundshme për një qeveri që të mohojë që ato janë të lidhura me apo të financuara nga qeveria konkretisht e Iranit. Të gjitha incidentet që unë përmenda më parë janë vënë re të asociohen kryesisht me grupin Ashab al-Yamin, i cili është për ta përkthyer tani drejt së drejtë, ju kërkoj ndjes, është lëvizja islamike e shoqëruesve të drejtë, Righteous Companions. Na kujton grupin e Homeland Justice, që ka qenë një grup i cili në mënyrë të vazhdueshme ka bërë sulme kibernetike 4 herë në saktë ndaj Republikës së Shqipërisë, vetëm se qasja e këtij grupi tjetër është më direkte e drejtë për drejtë. Shqetësim tjetër i madh për mendimin tim, për sa i përket sulmeve terroriste, më shumë se sa aktivitete të koordinuara nga organizata, do të ishin ujqirit e vetmuar. Ujqirit e vetmuar janë tipikisht një individ ose 1, 2, maksimumi 3 individ, të cilët veprojnë me një koordinim jashtëzakonisht të ulët me njëri tjetrin, por kanë një qëllim të përbashkët dhe pjesë më të madhe të veprimeve të tyre, pra ndër veprimet që ata kanë, janë minimale dhe veprimet të tyre i marrin përmes iniciativës të tyre të lirë. Sigurisht ata kanë një ideologji që e mbështesin dhe kanë një qëllim, një fund politik që duhet të arrijnë përmes akteve të tyre terroriste. Por këta individ bëhen tepër të vështirë për të interceptuar për shkak se nuk kanë komunikim të vazhdueshëm me një rrjet të mirëfillt, i cili mund të identifikohet lehtësisht dhe në të njëjtën kohë në pjesën më të madhe jetojnë një jetë të zakonshme, do të thoja, deri në momentin e aktivizimit të tyre. Kështu që për ta përmbyllur, rreziku i sulmeve terroriste ekziston. Unë mendoj që në rastin e Shqipërisë nuk është i lartë, nëse do të lexojmë raportin e fundit. Pra, jo për të alarmuar edhe jo për të shkuar në skenare dhe teori që nuk qëndrojnë. Duhet marrë seriozisht, por jo për ta tejkaluar. Kjo është ajo që doni të përcjellni apo jo? Me ta themi kështu. Pra, duke u nisur nga vlerësimi që ka bërë Shërbimi Informativ i Shqipërisë, ne mund të gjykojmë që në përgjithësi rreziku për akte terroriste në Shqipëri është i ulët, deri në një moment kur kjo do ndryshojë. Prandaj unë nisa këtë gjë duke thënë që është shumë e rëndësishme që institucionet tona të flasin, sepse sigurisht Amerika ka peshën e vet me opinionin që jep, po është e rëndësishme që ne vetë na tregojnë vetë policia jonë, antiterrori jonë, nëse ky nivel i kërcënimit terrorist ka ndryshuar ose jo. Kjo është edhe e para që ne dim. E dyta që ne dim është që ky probabilitet është më i lartë tash pas sulmeve që kanë ndodhur në Iran, duke ditur natyrën e sulmeve asimetrike dhe aktivizimin ose përdorimin e proksive nga Irani. Pra nuk duhet ta heqim domosdoshmërisht nga tryeza një gjë e tillë. Dhe është akoma më i lartë, do të thoja, se sa një sulm i drejt për drejt, për shkak të mohueshmërisë së mundshme që mund të ketë regjimi i Iranit. E fundi fare që do të thoja është që është një moment që qeveria jonë të jetë proaktive në këtë situatë sigurie. Dhe proaktive nuk kupton të dërgojë mesazhe të qarta që nëse një sulm terrorist në vendin tonë ndodh dhe ai lidhet ose atribuohet drejt për së drejti me qeverinë iraniane, qeveria shqiptare do të aktivizojë me një artikullin 4 që është përgatitja për aktivizimin e artikullit 5 dhe do të kërkojë aktivizimin e artikullit 5.